erdhe? Mi gjej. A jap edhe një përshafim. Faleminderit shumë që erdhe. Ma ke bo shumë qefin. Hajde ratohemi. Bukur po dukesh, si çdo herë tjetër. Hajde. Si të kemi, Ola, mirë je? Mirë jam. Vitet mbrapsht i ke këthy, po më duket, ha? Po, isha pak një udhim, deri në Francë, një javë ditë me motrën, ishim të vllau. Pak e lodhën ashtu deri sa se po disa do kudo në këtë moshë po ndikojnë, ajo ndrimi i vendit, ndrimi i klimës, ndrimi po mirë. Ama emocioni veçantë, se më thaj që s'kishe shku prej shumë vitesh. Po, ata kanë shku si refugjat, dhe ata vishin, dhe na neve nuk bënd. Ati nuk vikit qysh momenti kur ishin gatshme. Pas as viza, një kohë. Po, e që ashtu. E kështu që tash vendosë me shku me motrën edhe me të vërtet ishë mirë, sepse a i ka 4 fëmijë, jeton atje, dhe mirë kalu, mirë në pritën shumë, po kur pilen atje, atëra diqysh është një ndjenjë. Jeta është të shkurt nga njerë, kur me ndonë për këto takime, ndarje, për të familjare. Po ke dëshirë me qenë shumë afer, me qenë gjithë bashku, po që me bo jeta? Sikur ta kishim që të mundësi, me gjithë njerëzit që dojmë, me i pas pranë edhe mos me ilon me i ka një pse edhe edhe vetë që jeta në shpërndonë edhe si cili me rrugën e vetë. Te udhtimet që i përmendit, a lexova një status së fundmi bashkë për udhtimet që e kishe shkrujt, e kishe shprej edhe si një lloj fenomeni në fakt në shoqërinë tonë që gratë sot po preferojnë ma shumë me udhtu me shoqe se sa me burra. Po. A i ke pa shumë shpesh të ndodhë që të boni edhe me të nëziti, si me thonë, me shkrujt si deklarat? Po, adin qysh, zakonisht na përpara gjenerata ime, po të flasë, gjenerata ime përpara nuk kemi dalë shumë para luftës mes. Tash kemi dalë periudhe në jetës tonë para dhe pas luftës, para gjatë dhe pas luftës. Dhe atëre, zakonisht, gjithmonë kur shkojshim me burë, nuk ishte edhe shumë lokale, dhe me thonë, restorane lokale që mu ishim me umda, kështu me shku gratë, dhe me thonë, ka qenë ashtu, diçka që ose është dashtë me shku me burë, ose me dykon familjar, ose heqë. Kurse pas luftës, gjyqysh, jo që u bo një vartësin farë regull dhe pa shkru me vetë ju fillun me dalë gratë. Dështë atër edhe mas luftës ishte mundësia u punësun shumë, vetëm pak nëse ke di gjuhën angleze, ke mujtë me gjithë punë, me punu, dhe atër ato e vrejtin se është një farlirije tyne që munden me dalë edhe u hapen restorane. Na zakonisht atë periud dhe më thonë dikun 10 vjetë pas luftës, zakonisht ke gjdo gjau ju për shtatë dërkomtarve, sepse ka pas shumë. Edhe atëre kishte ma shumë restorane ma ashtu, edhe dyqysh dulja jo, por ajo, pëse unë e kompostu këta ka qenë sepse thjesht e ndisha zërat të cilat i kritikojshin qa u mor vesh, e qa u mor vesh edhe në për komente edhe në për ashtu, po pse thash, ato sidomos gjenerata jonë, na ta shti jemi në pension, rrallë është ndë një gru si unë për shemull që punon pas pensionimit, por ato munden me, dhe më thonë, me kanë kohë mjaftushme dhe e ndin vetën të lirë me dalë, me moshatarët të veta. Besa tash edhe kanë, është edhe thëmë edhe një dukuri ose një mode re, tash të vjerat nuk po kërkojnë me jetu me djemë, me nuse, po jetojnë vetë. Edhe kështu jonë vetë në shtëpi, i thrasin djemë të nusit edhe ndurët në për drejka jonë, aty me ju gjindë rreth mive, rreth nipave mbesave, por me pasat qëtësin vetë. E unë e po me dojnë që është shumë mirë, sepse edhe ato edhe nuset e kanë qëtësin. Dy palë të knoqë në ulla. Shumë mirë, janë dy palë të mirë. Po nisë është edhe prej vetës pak, a? Po, sepse unë e kom provu edhe bashkësin, dhe më thënë kur jo martu, kom jetu dykun 3 vite bashkë, dhere kësa e kemi marrë banesen, por atër kanë qenë do farë rethana tjera, do farë regullat pashkrume, që dush me qenë gru ideale, edhe me vjeri, edhe me burë, edhe me thmi, edhe me kretë munesh, edhe kimja dalë. Po, tash edhe atëhere ka pas preashtime. Që ke pas raport shumë të mirë me vlerën? Tënde, edhe e di që shpesher ju me bashkëshortin keni bo qef, edhe ajo ka qenë shumë e kujdeshme edhe ndaj jush edhe ndaj fmive. A jeti sot ajo vjehra
Që do dëshironin gjitha vajzat me po. Une, jo që jam ajo Vjera, tash se di, a pranon nusja e me marrë në intervjin, sepse jeton Kanadë, vetëm une jom bundu, për shemull edhe ato që ka lëshime që ka bo Vjera ime, une mos mi qu për nusën time. Edhe ajo jeton Kanadë, por rinë të nadë, banes, për arsye se vinë për një periudhë edhe une nuk kom qef ata me shku dikun, sepse ata po vinë musafir. Plus nusën e kom të nga Gjakova, dhe ajo zakonisht shkon e viziton edhe familjen e vetë. Ashtë ajo kur shkon Gjakov, djali jetë vetën, a prap du të më ardhë të unë. E di që pak e kanë edhe ata vështirë, po edhe ata sakrifikohen për një mujë sa rinë të na dhe na por. Nga shoqit e mija po e vrej që bënd vërtet është një zakon të nështi shumë i mirë. Për arsye se edhe ata që ndonë ma herët, edhe ata bonë shpi ma herët, më panvarsohën. Vjerat jonë shumë nuk jonë si për para, që kanë qenë ashtu rigoroze, jonë matë dashtëna, jonë matë kuptushme. Edhe është një, do më thonë, saj përket që asaj pjesës, se nuk është bashkë të shku kretë si në vajnë, por sa i përket që asaj pjesës, pak të jemi mirë, s'pa ankohemi. Ti ke qenë 19 vjeqare kure ke taku dashurin e jetës. Edhe numri 13, qka ju lidh juve? Jo, 12. A 12 që? Po, interesant, zakonisht tashune ka qenë mod një ko, kur u mundojshin mi bo fejesat, muj 12, data 12, dita 12, ati neve në shkët që fërë gatë. Nova 12. Po, a neve nga ka qëllu ashtu edhe me 12-12 jemi njoftu me agimin edhe brasisht, të më thonë, ka qenë. Edhe unë nuk e kom vrejt, ato. Por masa ndaj, kur e murën banesën, banesa jone kishtë numrin 12. Okej. Pastaj, kur ndodhëshin gjarje tjera, gjithë kur më gjinë ke 12-shi. Edhe thjesht e kom kuptu që është numër 12-shi, është numëri me fatë, jo me fatë, po i rëndësishëm. Por edhe, qështë e kom provu, unë e kom punu me organizatio qeveritare 16 vjetë, me gratë e Krushës, edhe besom, sa herë kom dasht me apliku për ndonjë projekt, nëse ka qenë ofër mundësia, për shembull me dërzu projektin me 12 datën, unë e gjithë e kom prit. Edhe 50 projekte i kom realizu. Edhe gjithmonë kom apliku me datën 12 edhe gjithë më kanë aprovu. Shme zbulu edhe na që të nuk. Por, kur kom lujt, loto, nuk kom fitu. Ajo, që aty s'ta pas ka dosh. Në me thonë, është diçka ndoshta që unë e kom besu, edhe për me kur të mbështetësh diçkafit që beson, atëre ti mundosh me çdo mënyrë me bo, edhe ti tanën me dhonë që mu bo ajo mu realizu. E mendoj që është qajo ajo një farë, edhe një farë, se me kona ashtu atër s'kishëm pas probleme ko. E vërtet, po e kanë shme edhe si së. Për ndryshe me agimin jemi njoftu, apo të interesant sigurisht, po, me agimin jemi njoftu, në kom qenë studente dhe kom banu në konvikt. Numër sa konviktin? Numri ka qenë, numri i dhomës time ka qenë numër 12, me rrëtë me manë. Edhe unë kom me datën 12, edhe thashti na rasisht, unë kom dalë me shku të motra, kom pas brek djelit, edhe atërë u bëshin do kapele, o konë atërë shumë i njoftën i Bosnës, një farë këngëtari, ka thënë Belo Dugme, ka thënë Pulla e Bardhë. Edhe ka pas ato hitet të vetë, të më thënë ka qenë për qatë periud shumë hit. Por aja dhe bante një kapuq të lesht, kështu dhe një kokë që rutulloj kështu, edhe një shalë mos me trajet një 3 metra i gjatë. Edhe na të gjithë e imitojnim, dhe më thonë, atë generatë. Edhe unë e kom pas atë kapuq në kry, edhe atë shalin, edhe tu kry prej motrës me një shoqe. Pëshën një djali i ri, para konviktit numër 2, e kish parku makinën, ka qenë ajo një makinë e thishin fiqa, konë shumë e vogël, Fiatit. Edhe unë përsha djallën edhe ishte i veshën shumë bukur. Sa atëre mushe mi dalu njerëzit që veshëshin, si vajzat, si djemë, zakonisht ata që vishin prej jashtit, dhe më thonë prej atërish Jugoslavis, ata kishin atë modën ma ndrysh, na i kishin ma... Stil që bënd të nësy. Edhe unë kërë kom patu atë veshën mirë, kom menu që është sërb
sepse atëherë ata visheshin ma mirë se na. Edhe unë thash ti kur jo kom afru, pi thëmë shoqës teme, qybre thash ku e pas ka gjithë, kjo thash para konviktit femnave, kishe ju ka shpu guma, kishe pëndran. Ajo po thë libre, Ola, tha më së ngutë, Allah ila se po jo po thash se së shti jone, thash se s'ka që me metë në qafë, une. Edhe unë në gjuhën sërbokrati, pi thëmë qysh për... Në zënë rrugën? Jo, ku të qpu bashtu guma, dhe... O, tha që e kreva, tha, hajte provaj, tha, jo, thash nuk hi, në thash të më del gërba me hi në karoz dvogël. Edhe unë tash ti po nisë me shku në konvekt, edhe tash rasisht, edhe na në tonë kohë, po folim sërbisht, unë të mendu që aj, si mas garderobes dhe veshte, që ka është. Edhe tash të në tu hi të konvikti, anterpodalje shoqet e mija, nuk ishte rrymë. Edhe ato po thojnë, Ola, blena jogurt, na, aj, mere me menë ka për cjellë. Kun ka një që po foli shqip, atërë, a shqiptare, unë e the, a ti shqiptara, edhe unë e ikë prej ti, edhe hime një dyqan, a i vjen mas mej, edhe ashtu fillum me bisedu, edhe tash me një moment, a i po më thot, në atërë nuk ishim telefona mobilas, edhe ishte shumë vështirë, mi a tërgu numrin në dhomës, ishte shumë keq, ishte shumë mare, edhe a i po më abonë më tha, tërgo ma numrin e dhomës. Thash ti qa që ishte kam gullës, tha që une me një moment, thash të përdisha që shë mund dzirë për asaj situatës, edhe për thëmë, thash atin qka, ty është numri jëtë me fatë, e po, kur ta qkrum zoti, këtë bënd të rafsh. Edhe aj po pëndzirë zingjirin e aret, edhe po thot tha, e kom tha në zingjir numrin, edhe ishte aj numri i dhomës tim, edhe atër unë i premtova që dhe ti tregoj, edhe pi tregoj. Pas taj aj ashtu të ne ka arë, mas një kohë, menzim ka gjithë, jemi njoftu, edhe dhe më thonë, ashti... Bile dhe dasëm, bile ndër dasmat e para që është në bajnë në lokala së pohë, e? Dasmin e pare, kemi po atër ka qenë diskoja poshtë, në Hotel Bozhuri, ka pas tash Swiss Diamondi, edhe vjerim ka qenë me prejardhjet, drenicës, dhe më thonë, ata nuk jonë me prejardhjet muagjer, jonë sepse jonë të ardhën prej Sërbis, Gërgur, edhe të vendosë në drenicë, pa e 37-ën ka ardhë në Prishtinë, vjerin e kom pas Prishtinës, edhe tash të atër ka qenë zakon, nëse ti e shku me marë nusën, unë e i stogut, nëse kalon ka fshatë jytë, ose ka, do është pa tjetër munal. Edhe ata jo nërë me marë muni së ka jemi këthy, jemi nalë Zabel të Komarane, Zabeli pashtëm. Edhe aty o bo një dasëm, ata na kam prit me muzik, me petla, me pula, me shumë, dhe më thonë, u bo një dasëm aty. Pas taj jemi arë në shpe, edhe dajdhani, edhe atëre kemi bo dasmin në Bozhër. Edhe ka pas atëre në atë ko familjarët, burit, edhe pse ka njetu në Prishtinë, që nuk kanë ardhë për arsye se nuk dalim lokal, dhe më thonë, ka qenë shumë herët ajo. Ajo ka qenë vitin 78. Ti kur hyne në lokal, deshte me qenë komod gjatë gjithë natës, sa që as toka nuk veshe, a? Po ne kemi pas një problem, sepse unë kom qenë shumë e gjatë, burim ka qenë barabar me mua gimi. Dhe tashti kemi pas një farë problemi, qysh dojmë se tashti e bonem me bo në shpe, nuk vrehësh. Ti rinë me graj, rinë me burra, edhe së problem. Por problemi ka qenë sepse na ishim në lokal, edhe u desh kemi hi në lokal. Atëre nuk kemi pas shembull ku me marë, qysh me hi, qysh me dalë, qa me bo. Po, unë e dyqysh nga natyra, jam një tip që jam shumë spontane, jam kështu shumë originale dhe nuk e burin, e kom pak ma konservativ është, ma mos që po thojnë halku, që po thëtaj, unë nuk e kom atë problem. Edhe atëherë unë e komendu, edhe qysh mi bishin atëherë, ju thëshin aty në petka, dhe me thonë garderobën për nusni ato, edhe kretë kanë qenë me takë normale, si shdo nusës që jatë qojnë. Por unë jam shkuj kombleni par puca shumë trafshta, hiq pa take, edhe kom shti në fund qezit, fund poshtë. Edhe kërë ardhë, koha me ardhna, edhe atë vellën e kom pas, jo ashtu frizurën e qumet nalë, për poshtë, a kemi ka pas
pucat italiane ato me një tokë vogël, edhe thjesht kër kemi dasht me him brena, jemi nalë para dere, se me ka për dore, atë him, edhe jemi hi ashtu. Edhe këtë kanë këqyrë, kanë thonë ka me dalë ola ma e madhe se a kemi, por na kemi qenë barë. Ja u keni prish... Ja u kemi prish qefin. Ola, pa dasht me i prish të histori shumë të lezetshme dhe të bukra që mi thu, se e di që për vajzën është shumë rëndësishme në rritjen e saj, sidomos momente tilla prezenca e babës, figura e të atit. Baba ka vdek kur ti ke qenë shumë vjeçare, edhe besoj që nëse me që po flasim për dasmën, e ke mendu, e ke ndje si dhimbje ma të madhe, pikërisht që atë det mungesën e ti? Unë e kom bo 70 vjetë, edhe besom është dhimbë të ndjenja dhe dashuria ndaj ti, ndoshta pse ka qenë atë moshë që s'kom ditë as vetit m'ja spjegu pse m'la, por ai ka vdek në një periudhë, atë në kohën në e qushin periudha e Rankovicit. Ti në atëre nëse ke qenë opozit tash, që shpethojmë, atëre nuk ka pas opozit. Nëse ke qenë kundre ati sistemit që ka qenë, ti ke qenë armik i shtetit, i popullit, i çdo gjaj edhe njek gjithçysh. Edhe ai shumë i ri, do më thonë të moshën 36 vjeçare, që ka qenë i papërshtatshëm, ka luftu për drejtat, ai ka qenë me profesion në jurist, drejtor, do më thonë kryetari i gjyqit komunal të Stogut, dhe shumë ju ka ndihmu shqiptarëve. Do më thonë është ti vetmi i asaj gjeneratës që edhe sot dhe mban emrin rruga në Stog, Regj Murat Blakaj. Dhe ajo mërzit shumë dhe është smu, pastaj dyshohet që edhe kanë bo diçka për mos me jetu sa e vdiq për 2 muj ditë, por na nuk kemi dëshmi, nuk kemi kur gjo ashtu, adi me medikamente, jonë arë 2 mjekë për Beogradit me u kujdes për ta ashtu. Dhe a e vdiq për 2 muj dhe ka qenë 41 vjeqarë. Unë atëri kom pas 9 vjetë, ma e vogla kam qenë për fëmijëve, kom qenë shumë e përgdhelur për familjes, për i krede, për arsye se 2 motra dhe vllau, sepse ata janë konë pak më të mëdhej se unë nuk kom mujt me kuptu ato dhe më kam bedi që është një farë pjesë e zbrast. Çdo gjë jetë që kom arrit, tu mundu me falë Zotit që nuk e kom këthy negativitet, se kishte qenë edhe për mu edhe për tjerët. Por thjeshtu në atë dashurin dhe i babes e kom këthy në pozitivitet, me plotësua dashuri me dashuri, dhe kështu që çdo gjë që kom arrit njetë është falë mungesës babes e cila asnjëherë nuk është plotësu. Normal ato ditë shumë ka ardhur, do me thonë edhe shumica e seneve nuk bashin për shkak se nuk isha babë. Shamo kur u deshka jo më bodho ndër spare, aneje, kne, këtë ishin ato gjana të cungume, për atërë sepse atërë edhe ishin ma ndrysh zakonet, ma. Por edhe sot, për kur gjo nuk lakmoj ma shumë, as nuk kom dëshirë me pas, por tash, jo më vetë gjyshe, edhe fëmijët jo ndrit, mundohem me ta, sa të ku do me plotësu atë pjesën aty, por me vërtet me mbet pa prind mosh që në hershme, shumë të me pas kujdes me fëmijë, sepse jesin, mendoj që tanë jetën jesin ashtu gjysmak. Një plotësim shumë i madh që sa do pak të boshllakun ta ka mbush është ardhja një të fëmijëve tu para se të bëhesh e gjyshe sigurisht. Qysh ke kjo ndjesia kur kuptove që jeshtë atë zonë me djalin e parë, po flasim për atë kohë ku me lind djalin në familje ka qenë gëzim më ndryshe se sa për Adin qysh, unë le që ka qenë gëzimi parë edhe familjes. Dhe më thonë ata kanë qenë, Rangimi ka qenë djali maj madhë. Edhe dhe më thonë edhe lindja e Valonit ka qenë gëzimi maj madhë edhe për ta, edhe nga ana ime ka se unë e pi motra dhe unë e kom lindë e para. Edhe kështu që adin ka qenë një... Valoni ka ardhë si gëzim shumë i madhë në familje tonë, edhe nga ana ime, i pare edhe nga ana e Agimit. Po shqyqa, atër ka qenë e varë, tash po të flasë. Po, gjithmonë, po i kemi parasysh rëthona. Ka qenë varë, na nuk e kemi ditë gjinin atërë. Nuk ka pas mundësi. Nuk kemi pas të ultrazana për me ditë. Por,
une shumë kom pas dëshirë me pas djemë. Edhe duket si kur kjo dëshirë u plëcu. Per arsye se ka ana e babes jemi gjithmonë vllau është një, baba ka qenë një, gjyshi një, katra gjyshi, po më duket edhe aj. Dhe me thënë 4 gjenerata kemi qenë vetëm me shumë vajza e me nga një djarë. Edhe kur mbledheshim aty në bashkë një stak, vllau ishte vishën një. Na 3 motra, 3 hallat, gruaja e tij, nana, dhe ai vish një, edhe adin thjesht ka erë ekipi neve. Edhe gjithmonë kom pas qef me plotësu atë pjesën. Dhe jom gëzu shumë, por dyqysh a i gëzimi ka qenë si edhe kur se harroj në herë, se tashti na nuk e kemi ditë gjinin, i kanë pas vjerat ato isharetet, ose ato shenjat që i thëshim na që a është qika, a është djallë. Edhe unë gjithmonë kom qenë që është një farë tip krenar, nuk e di pse, edhe unë ashtu të esë në përën, edhe o vjera e me dhe ke kuku, që shpo esë, të ke qike ka, apo po menon që ka djallë. Edhe unë e thësha hemër e zotë edhe kop qikë, rutullo e për në djallë. Edhe në që do farë, por a i gëzimi ka qenë shumë i madhë, dhe më thonë, edhe pse ishte ajo koha kur na sa do kudojsh ma tërhej, ku na ma na vinte mare, keq, me bisedu me nanën, me vjerën, por më kujtohet kur ka lind Valoni, a 2 dit nuk ka arë kur kush me më vizitu në spital. Edhe unë, të ko ka zakon që ashtu, a qa u bo, kur mas 2 dit po vjen vjerë jam. Tha të festu, tha së pëqonë, tha në kom, tha të në ditën, tha që 2 ditë, tha thash nalë shkoj të shatë gru, thash bëfshajrë. Po, edhe kështu që ka qenë i gëzimi madhë, pas taj mas 3 vjetë, kom një dritonin. Edhe atër jam gëzu shumë. Kusht kanë gjama shumë, Ula? Kusht kanë gjama shumë ty? Po shiqa, tash Valoni kështu me pamje, i në gjanë shumë babes vetë. Por mendoj që ato manirat, atë humorin, ato gjanat e ka, edhe pse edhe agimi është njëjtë, ashtu e ka humorin e mirë, por mendojnë që Valoni e ka ma shumë nga karakteri im, ka edhe të babës vetë normal, por ma shumë ka nga ime, kurse Dritoni, ma shumë i kanë gja babës vetë me karakter, ashtu bile po thot nusja, unë nuk e di, po interesant gjajnë. Adi nuk mund është me thonë atë që kretë më kanë gja mu, Valoni, as Dritoni, po dyqysh jonë si gjys, po adin anon nga pak. A është vështirë me qenë një familje që gjithmonë e ka një vëmendje të madhe prej publikut edhe që ka do qof një fjallë, qof një reagim, gjithë shka e merë vëmendjen e masës. Për ty, sidomos për nanat, mendoj që gjithmonë e përjetojnë pak më ndryshe, ani pse duke ta njoftë natyrën e di që i merë gjanat shumë me qëtësi edhe je shumë e arsyshme e kupton pra peshën e dikuj që del në ekran edhe fjallë që tëtë. Në këtë ras për Valonin që është edhe figure njohur për mediat. A e ka bu të fështirë në nëj moment për juve që të vëmendjen? Po, shiqa, unë fillim kur kom punu, kom qenë, do më thonë, edhe sot jam në emisionin Maj Gjuhës, edhe tash, dyqysh kom qenë e njoftën për publikun, dhe ishte ajo mosha që nuk e kisha mendjen të karjera, dhe më thonë, është një mosh ku ti punon për knaqësi, për qef, për qenë ajo me që punon, dhe dyqysh kom qenë e varë rahatije kom pas, e gëzojnë shatë rahatin time, por në momentin kur ka fillu Valoni me dojë pas taj kur u sulmu 2 herë dhe atëherë veç ka qenë jashtëzakonisht vështirë, sidomos edhe ato lojnë pasoja. Unë kom thonë nëse diçka kisha mujt njët me ndru për këto 70 vjetë që i kom, kur gjë asë një milimeter, asë një minut nuk isha këthy mbrapa, por i kisha ndru 3 gjana. Mos me vdek baba i ri, mos me më burgoz vlau politikisht, edhe mos me më sulmu Valoni. Për arsye se të 3 gjanat kanë lonë pasoja të këne. Na mundohemi me thonë ato, po tashti gjdo krism, gjdo munges, gjdo vones, gjdo telefonat, na e kemi me veshtërsi. Pastaj ato shamjet, ato tashmove që janë bo, atë veqët, s'po di kush sumet pa u shamo, por
Unë për shembull nuk kam reagu kur o fsha o Sulmu. kritiku, jo, po që me thonë që o valoni kur në për media që e kanë folë, atërë e kom pas rëpsisht ndalume prej valonit me reagu dhe kur nuk kom reagu, por reagoj për shembull ndaj femnave tjera kur isha për shembull bashkishte një zonë një ditë në emision edhe më pëlqej shumë që shfolja ajo edhe kur e pash, po ajo që ka ma shumë të meriton është kur gruja grune shanë, hajtë li po i lanë burrat ashtë nuk po përzina në atë gjinin e tyne, në atë karakterin e tyne, nuk e di që shë kanë. Edhe të funit nuk të takon mu mi thoni edhe një personi tjetër, por kur është gruja për grunë me qenë ashtu, dhe më thonë, nëse ty nuk ka pëlqy, diçka është ka mënyra tjera me kundërshtu, jo për shembull me thonë ti kështu me fjalë që nuk i thotë dikur. I luftoj ato, po me tregu drejt nuk ka qenë bashkë lehtë, por inshallah mbarojnë dikur. Që është një këshill që si nonja jap valonit? Qka kom? Një këshill. Një këshill që gjithmonë ja përsërit valonit. Po zakonisht edhe kur është debat, ose kur është direkt, unë zakonisht i shkruj. I shkruan. Ka dal djali jam. Ka dal djali jam, adin, po shiqo. Nuk mundesh ajo është tash i rritu, në është 20 e diçka vjetë. Unë shpesherë kur ja japin do një këshill, unë i thonë, mam, të lutëm, vi që to, që ishë po më thushë, unë nuk më me, po nuk është që nuk dëgjon. Besom, kur shkon tjetër herë e vrej që aje e ka korrigju ato. Kisha pas dëshirë me qenë, me kujdes ma shumë për vetë vetën, mos me dhonë vetën për shdo gjahë. Flet me pasion. Ju kur jeni tri, me ndoni që kur të jap çdo gjë për vetë vetës, ajo punë ka mu kry, por ja është jashtëzakonisht e pa falenderueshme. Këqyren e vetën e herë, kujdesuni për vetë vetën, për punën e juaj, për familjen e juaj, pastaj tjera që është vind rend në të bohën. Ulam pas ka marrë shumë malli për këtë energji tonë pozitive që gjithmonë ke ditë me përqu në takimet tona. Më shkoj minuta, biles orë brëndjesët, kemi marrë edhe kohën për kongëm, po faleminderit shumë që mirë dhe sot. Ke shumë kënaqësi. Edhe mu vjen mirë që isha me juve për këta pak minuta edhe ju